plotësoj me disa informacione lidhur me legislativin që është këtu në Maqedoni. Atëherë për marrjen e licencës, do të thotë kompetente kryesore është Ministria e Ekonomisë, mirë po formohet një komision ku bën pjesë edhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, ku pikërisht njëri nga të dyshuarit Bekim Maksuti që ka qenë drejtor atë kohë në periudhën 2022-2023 për shkak se licencat janë me kozgjatje 1 vjeçare. Do thotë duhet të riaplikohet dhe të dalit komisionet përkatëse inspektoratet në vendngjarje për të parë se ai plotëson ato kushte një objekt për ta ushtruar një veprimtari të tillë. Por ata asnjëherë nuk është që kanë dalë dhe ai objekt për 15 vite ka ushtruar ashtu. Ato gjëra, ato eventet që i ka bërë. Dhe për këtë arsye, unë siç e thash, hetimi po zhvillohet në 2 pista, do thotë për gjendjen aktuale të tragjedisë që ka ndodhur, por edhe në të kaluarën që licencat janë dhënë dhe janë falsifikuar në mënyrë të vazhdueshme deri në majën Azbergit që ka dalë. Ai ka falsifikuar zoti Maksuti, a ky menaxher apo ky që ka pas atë klubin e natës? Atëherë menaxheri që pronari që ka pas klubin e natës dyshohet se ka dhënë rishfet diku 7.000 euro, jo zyrtarisht, për një person zyrtar i cili e ka dhënë firmën e fundit që të gjitha dokumentacionet janë të kompletuara dhe licenca mund të firmoset. Ajo është njëra prej tyre është edhe sekretarja shtetërore në Ministritë e Ekonomisë, duke qenë se në organometrin ton të institucioneve është që një sekretar shtetëror ka vendim të përhershëm aty, ndërsa ministrat vinë e shkojnë me funksione 4 vjeçare. Dhe ajo pothuajse ka goxha, po, do të thotë se ka shumë më tepër pushtet dhe i ka lidhjet e ka rgjetën ta quaj në mënyrë në tojza ta quaj që edhe në mënyrën veprimtarisë korrupsionit. Çato 7.000 euro që i kanë marrë, në mënyrë hipotetike është shpejt. As po dojna me ditë persone.